dhe gjithashtu psikologun Ron Kastrati. Mirëmëngjes Ron. Mirëmëngjes për gjithë, faleminderit. Faleminderit që jeni së bashku me ne për diskutuar këtë çështje po e konsideroj shumë të rëndësishme, sepse nuk është një prej temave që e kemi prekur për diskutuar edhe me panelistët. Ron, a janë gratë vetë të prira të mos të kërkojnë rritje të pagës? Unë mendoj që këtu mollsheri janë pritshmëri tradicionale që ne i kemi krijuar si shoqëri. Pra, ajo pritshmëria jonë tradicionale se burri duhet të jetë furnitori, ai që duhet të rrezikojë apo të jetë tolerant ndaj rreziqeve, të furnizojë familjen dhe gruaja duhet të jetë ajo ambisja që duhet ta ekuilibrojë familjen, t'i ofrojë mirëqenie, mbështetje, kujdes dhe edukim fëmijëve dhe mbi këto relacione, mendoj që gratë po e vuajnë pjesëmarrjen e ulët në tregun e punës. Megjithatë, mos harroni, konstatimet e shpejta dhe të nxituara, pa supozime dhe pa indikacione ose rezultate empirike, mund na shpjerin në një rrugë të mjegull, sa kaq pastaj mund krijojmë edhe perceptime tjera të shtrembruara mbi rolin funksional të gruas në tregun e punës. Unë pajtohem plotësisht me atë që tha Vullneti, sepse foli në çarqet reale të aktualitetit sot, por ka edhe diçka tjetër. Unë mendoj që grave ju duhet përforcimi i performancës, jo në punë, por në mënyrën se si e negociojmë pagën, pra. Po. Mënyrën se si e negociojmë pagën me punëdhënësin. Këtu është roli thelbësor. Edhe gratë se pjo kërkohet grave kjo, se mos ju kërku shefave. Rasti i fundit. Se mos ju kërku shefave me ndryshuar mënyrën se çysh e negociojnë pagën. Po, ta dëgjojmë edhe Aurorën. Më falni një sekond. Okej. Pikërisht këtë fjali që tha edhe psikologu i nderuar që gratë duhet të dinë të negociojnë më mirë. Kjo është e parashikuar tani më me ligj, sepse nuk është argument, thot gjykata gjermane, që të thot punëdhënësi që burri erdhi dhe më kërkovi rrogë më të lartë dhe gruaja nuk e bëri për të njëjtën punë. Drejtësi në pagesë do të thotë që me ligj të parashikuar që punëdhënësi nga ana e tij dhe jo me iniciativë të punëmarrësit, pra të gruas, ti paguaj të dy baraz. Pra tani është me ligj nga e uja është ndaluar që të thuhet që gruaja nuk bëri negociata dhe ka fajin vet. Ndërkohë që burri gjithmonë me agresion të shtuar, siç i takon, siç e tha dhe zoti Vullnet, që është ai që e furnizon gjithë familjen me të ardhurat, me të gjitha, pra burri e ka këtë në psikologjinë e vet që duhet të përfitojë më shumë. Kjo vlerë ose tradicion nuk vlen më para ligjit. Duhet punëdhënësi të i paguajë njësoj. Janë këto disa prej faktorëve rënë që ndoshta edhe gratë nuk kërkojnë më tepër? Në një gjë, sepse unë e di që Vullneti është gazetar ulëmtues dhe për çudi ka ikë një informacion, po dua ta riplotësoj Vullnet, mos u bezdis për këtë. Jene dijeni për këtë që në Kosovë roli psikologut industrial apo organizativ, që duhet jetë pjesë në sektoreve private, publike, nuk është. Madje as nuk e kanë haberin se çfarë ofron një psikolog organizativ dhe industrial. Dhe tjetra, moderatorë e dashur, shiko, vetëm po të analizoni mirë, çështja e negociatave vijon kështu. Me një shembull konkret, nëse punëdhënësi i thot burrit, pra, një burri, sa pak kërkon? Burri thot unë kërkoj 2000 euro. Atëherë punëdhënësi thot ne po t'japim 1400. Ky i thot, po mirë, atëherë 1400 dhe konfirmon. Por në anën tjetër, supozojmë, nëse i thot gruas, hyn gruaja dhe e pyet, sa pak kërkon? Gruaja thot, sa është buxheti juaj? A e kupton? Pra, ti thuash një pronarit e një kompanie apo një supervizori ose ai që të rekruton, sa është buxheti juaj, kjo mendoj që e kufizon negocimin e parë. Pse e bëjnë pse kjo çasti ndaj grave? A mund ta analizojmë? Çastja ndaj grave. Jo, në fakt, pse çastja e grave ndaj pagës? Okej. Pikërisht për shkak të këtyre stereotipe dhe parashikimeve të statusit social në shoqëri, ku gratë janë të cenuara, të marginalizuara për shkak të pritshmërive tradicionale. Po pse burri duhet të jetë gjithmonë furnitori? Po dhe gruaja është ajo që në fakt duhet të ofrojë mbështetje ekonomike, sepse jo që është për ta ose nuk do ta bëj, por jetë e cenzuruar nga çështja shoqërore dhe nga ky mentalitet ku jetojmë sot. Ron, sepse deshe të reagosh më herët? Po, 2 herë mu shfrim Ron. Yes, Ron. Ka dosh me tha. Unë thash pak më parë, mjeke të nderuar, se
se konstatimet e shpejtuara dhe të nxituara nga nxjerrin konkluzione të gabura mendoj, sepse këtu është edhe faktori i lëvizshmërisë në karrierë. Ka gra që qëndrojnë 15 vite në një kompani dhe ju rritet paga vetëm 5%, po ka gra që lëvizin brenda 5 viteve në shumë kompani dhe përfitojnë rritje të ardhurash në kompani. Dhe ky indikacion i suicidit brenda ambienteve të punës apo në relacione me sektoret që ofrojnë shërbime si punonjës, mendoj që i ka kufizimet e veta. Gra kanë përparësitë e tyre, përmend faktorin e estrogenit, faktorin hormonal etj. Por edhe burrat kanë një status ambicios sepse duan që të rrinë dhe zhvillohen në karrierë. Pra, dhe ky është indikatori tjetër që e bën burrin që të lëvizë të lloj vende pune. Ron, që ta kesh këtë ambicie të duhet një bazë e fortë. Ajo baza e fortë nuk është që ti e ki ato si person, ato ta cakton rrethi ku jeton, vendi ku jeton, ligjet e të cilat ti je, sa janë të favorshme për ty, klima e biznesit sa është të favorshme për ty. Se kështu po krijohet përshtypja sikurse burrat e kanë një farë tjetër veçurie që i bën pak më shumë ambicioz, pak më shumë të fortë, që gjë që nuk qëndron nga ona e leadershipin, gratë kanë leadershipin, vullnet, burrat e kanë ambiciozitetin. Po, ama leadershipi, sa për këtyre bizneseve, për shembull, na po flasim për Kosovë e Shqipëni, drejtohen prej grave. I bën shumicën e vendeve ku shkon më intervistuti, shumica atyre që të intervistojnë janë burra. Dhe me thonë, edhe nëse punon mrena një kompanije, e je shumë e zoja, kur vjen puna që ajo kompani me rekrutu njerëz të ri, shumica intuitës, i besohet intuitës se burrave me përzgjedh, kush është më e mira. E vërtet. Mirë, me qenë se jemi edhe drejt fundit, dhe gjithashtu jemi të folë edhe për politikën, dhe të dalë një pak tek Roni. Ron? Unë e ca. Roni ka minutat e fundit. Vetëm pasi Roni këtë mini minutazh të vogël, edhe përshëndes grotësisht edhe të jetë fizikisht aty se qenë ka temë për te teme. Unë mendoj që kanë dy probleme tjera. I kam identifikuar, i kam pa nga afër nga ky procesi vëzhgimor në jetën e përditshme ku jetojnë. A e dini se sot është një pasiguri e thellë kronike e meshkujve apo burrave kur ndjejnë apo kuptojnë që gra duhet punësor apo të avancohen karrierë. Kjo është shumë problematike në shoqëri. Pra, imagjinoni burrat janë në gjendje ti mbajnë 2, 3, 4, 5 punë ndoshta, mos ta egzagjeroj, vetëm që gruaja të qëndrojnë ambicie, kujdeset për fëmijët, mos u mërzit se unë t'i sjelli të ardhurat. Po se u psatusin tani. Po pra, kështu që thirrja përfundosh çikjo, e unë ju përshëndes ngrohtësisht, e po vazhdojmë me çet thirrje, e inshallah është të funksionon. Ai ka qenë ajo. Po. Apo kështu që ky vullneti tha është utopike, por nuk besoj që është utopike, inshallah në një moment taktuar kena me arritë që çat pankarte kena pa edhe më herët në zgjedhje në fushat, hala nuk u bë. Nuk e di kjo, nuk besoj që do ta përjetojmë. O kam parazit drejtësi diçka që si sa ka pas fjalë. Një tjetër kon diçka. Është shabllon të politikanëve. Ron, faleminderit shumë të përshëndes. Ngrohtësisht ju përshëndes. Përshëndetje Ron.